Turk, leshkja, motër e vlla, pa Turqi nuk ishte pas Serbi. Dëgjoni si predikojnë hoxhat le serb të njajtën ideologji. Osmanlitjen kanë 500 vjetë në këto troje. Ata më pasbo pastrim etnik as një shqiptar s'kish metë në këto troje. Pse? Perandori Osmane e pa shoqe, e pa konkurence. E dëgjuhet, këta e thot hoxhallari. Tash, dëgjoni çka thot serbi. Serbi ka me tha se mos i të ke Turqia e musliman nuk kishte egzistua Serbia. Turci, odnosno muslimani su sačuvali Srbe u periodu od 500 godina. Perull për 500 vjet. Da Turci ovde nisu bili 500 godina. Danas ne bi bilo Srba. Pa Serb. Znači, rimokatolička crkva bi nas sve Kisha katolike na kidjeg. Niko ne bi nas Kur kush pe nesh kide shpetua. Morali bi svi da se pokatoličimo ili bismo bili... Ja na kishin bo katolik, ili bismo išli... Ja na kishin prej në qaf. E dëgjoj çka thot serbi tash. Serbt ekzistojnë vetëm për ata që i ka shpëtua vllau turk. Mos tishim tja, këta tha serbi. Mos tishti kja Turqia, thot, s'ki të ekzistua Serbia. Këta thot serbi, kjo historian serb. Dëgjoni tash hoxhën çka thot. Njëjtë ideologji, ky e prishë dhe mazi. Serbi s'paktit thot që mos i të kja Turqia s'ki të ekzistua Serbia. Hoxha thot, nuk ka pa shqiptar në troje tona veç 1% derisa ka Turqia. Do me tha që me këtë logjik, atërna Kosova nuk kanë shqiptarve. Sa ta kanë ardhën shekullin 14-15 i ka pru Turqia. Dëgjoni e. A statistikat 1455 po të regojnë këtu kanë qenë 1% shqiptar. 1389 kur është ardhur Osmanlia dhe ka luftu këtu, ka luftu kundër hungarezve edhe car Lazarit, Shkijev. E ka marrë prej shkallët, që ku e ki car Doshani këtu në Prizren. E ka marrë thot pe shkjaut, thot Turqia, Kosovën. Po nëse ka marrë pe shkjaut, si pas çdo logjiket, atër është e shkjaut. E dëgjuat vllazën 1% thot, si pas statistikave. Ciljave statistikave? Statistikave serbe. Asar miku nuk e nep këtë statistik. Shqiptarët janë autokton i lirë. Serbt kanë ardhur në shekullin 6, 7, 8. Dardania ka gjatë tokë shqiptare. Hajde dëgjoni vllazën. Si t'ju bindi ndryshe se folin njëjtën ideologji, a dëgjohet hoxhën, a dëgjohet serbin, a dëgjohet prap hoxhën. Turk është kja, motër e vlla.